Paga minimale në Kosovë mund të shënoj rritje deri në 500 euro, kështu u bë ditur pas takimit të ministrit në detyrë, e Kuran Murati me përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, ku është diskutuar çështja rritjes së pagës minimale. Në këtë takim u kërkua që ky proces të shtyhet deri kur vendi të ketë një qeveri dhe kuvend funksional dhe jo të bëhet në një kohë fushate. Drejtori ekzekutivi i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Kushtrim Ahmeti, në një prononcim për media tha se përveç kërkesës për të shtyrë ky implementim, ka kërkuar edhe të funksionalizohet Këshilli Ekonomiko-Social dhe ky proces i pagës të implementohet përmes tij. Nuk jemi kundër rritjes së pagës, por momentumi dhe situata politike me cilën po përballet vendi nuk është e favorshme. Pra na i kërku ministrit e Kuran Muratit që ky proces të shtyhet derisa të kemi një qeveri fuqiplot. Dhe sa të kemi edhe një kuvend funksional. Deri atëherë, kjo e para ishte kërkesa, dhe e dyta të kemi një analizë të thukë të situatës aktuale ekonomike e cilën e ka vendi, domthonjë duke i marrë gjithë faktorë për këtë çështje, para se të dalin me propozime pastaj të gjitha palët sa i përket pagës minimale. Gjithashtu, një kërkesë eksplicite që kishte ishte që duhet të funksionalizohet në këtë rast të Këshilli Ekonomiko-Social i cili vazhdon ende të mos jetë funksional. Ndërkaq, kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, ka kërkuar që paga minimale të jetë 600 euro, por se, siç tha, ai nuk ka marrë miratimin e Muratit. Ne si udhëheqës i sindikatës së sektorit privat të Kosovës e kemi kërkuar që kjo pagë të jetë pagë minimale 600 euro dhe të jetë vetëm për vitin 2016. Për derisa unë definitivisht e kam pa, po themi, pëlqimin e njerëzve kompetent ose po themi qeverisë në detyrë që vlerësimi i tyre është që kjo pagë duhet të jetë 500 euro dhe e kam pyet decisivisht nëse gjithçka shkon në rregull, kur mendoni të filloj së implementuari. Sipas deklarimit të ministrit në detyrë është thonë që ne planifikojmë që paga minimale prej 500 euro do të filloj së implementuari në janar, por megjithatë nuk e ka hudhë poshtë edhe propozimin tonë që është thonë që unë do të bisedojmë me aktorët kryesor dhe që të bisedojmë edhe tek shuma 600 euro, por megjithatë nga gjithë aktorët që ishmi, jemi pajtuar që paga minimale të jetë 500 euro dhe të filloj së implementuari nga muaji janar. E në anën tjetër, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë me anë të një komunikate ka bërë një sqarim lidhur me takimin e thirrur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ajo njofton se në këtë takim nuk është marrë asnjë vendim rreth nivelit të pagës minimale. Sipas tyre, takimi ka qenë konsultues dhe palët pjesëmarrëse kanë dhënë mendimet e tyre dhe propozimet rreth kësaj çështje. Aktualisht paga minimale në vendin tonë është 350 euro bruto.